Belinda Balluku është pezulluar nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës. Për të folur mbi këtë vendim dhe çfarë do të thotë kjo për qeverinë, Rama kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Zaçi Islami. Zoti Islami, faleminderit për intervistën. Mirëmëngjes dhe të faleminderit për ftesën. Zoti Islami, çfarë do të thotë kjo për qeverinë dhe për vetë Ballukun? Kjo do të thotë që qeveria ka rënë. Dhe qeveria tani qëndron në formën e një grup shteti. Se qeveri e ligjshme nuk është më. Dhe nuk është më për arsye sepse numri 2 i qeverisë është pezulluar nga detyra me vendim gjykate. Pra ka pezulluar një hajdut, një numrin 2 të hajdutëve të qeverisë shqiptare dhe përpasoj kjo qeveri automatikisht është e shkarkuar. Por çfarë ndodh? Ndodh ajo që ndodh gjithnjë në sistemin komunist dhe në Partinë Komuniste Shqiptare, që komunistët nuk e japin njëri tjetrin dhe shikoj edhe dëgjoj njerëz që paturpsisht e mbrojnë vetëm se është e partisë tyre, po jo se ka bërë faj. Flasin jurist, flasin ish deputet, flasin politikan, flasin opinionist që janë vërsulur të gjithë tani janë urdhëruar nga Edi Rama që të gjykojnë dhe të dënojnë vendimin e gjykatës kushtetuese që ka shkarkuar nga detyra dhe ka pezulluar zonjën në fjalë, por e vërtetuar tani. E vërtetuar sepse është e vërtetuar nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Pra ajo praktikisht duhet ishte në burg tani. Mirë, po jetojmë në një shtet dhe në një pushtet të korruptuar, diktatorial, gangsterësh, kurvarësh, hajdutësh, kurvash. Pra nuk kemi më shtet dhe pushtet dhe politikan shqiptar që ti shërbejnë Shqipërisë. Këta thjesht i shërbejnë arkës së shtetit për të marrë sa më shumë e për të vjedhur sa më shumë. Është për turp të botës që ish deputet, ish ministra dalin në mbrojtje të kësaj hajduteje. Po pse dalin në mbrojtje të hajdutes? Sepse të dy palët e Partisë Punës së ndarë në dy pjesë tani PDPS janë hajdut të gjithë pa përjashtim. Janë hajdut dhe kjo vërtetua që janë hajdut bashkë nga dokumenta që dolën që në lotin e një ose dy lotet unazës nuk e di sa janë, Belinda Balluku ja ka dhënë Sali Berishës dhe familjes Berisha. Pra janë bashkë. Në këto kushte, qytetarë shqiptarë duhet të ngrihen me kuqe me maç, të dalin në rrugë, ta përmbysim këtë klasë politike se po na ha gjakun, po na pi gjakun, po na ha mish e kock. Këta nuk duhet qëndrojnë as një minutë në pushtet. Dhe unë bëj thirrje policëve, shtetit, edhe drejtorit të përgjithshëm policisë shtetit. Ki kujdes, mos lësho policët kundër popullit se do gjesh belan ti, të njoh dhe më njeh mirë. Ke qenë këtu në komisariatin 3, zoti drejtor, tani po të them, ki kujdes, hapi syt, shikoj dhe ti se kush janë këta qeveritarë, shikoj dhe ti se kë mbron në funksion në mbrojtje të kujt je, dhe merr masa që policët të lënë skafandrat në tokë dhe të bashkohen me popullin, se populli do ngrihet, jesh i sigurt. Avokata, ka rënë qeveria me këtë vendim për Ballukun dhe a duhet që të krijohet qeveria teknike dhe të ketë zgjedhje të reja? Absolutisht po, qeveria teknike është krijuar, pse gënjejmë veten neve, dhe pse nuk e pranojmë. Qeveria teknike është krijuar, zotëri. Qeveria teknike është gati. Thjesht ky kriminali i gjatë duhet t'jap dorëheqjen automatikisht. T'jap dorëheqjen dhe mos e nxjerrin me shkelma në azyra. Unë këtë po i them. Hapi rrugën demokracisë, hapi rrugën drejtësisë, hapi rrugën mbarvajtjes së Shqipërisë dhe shpëtimit të Shqipërisë nga këta hajdut që kemi mbledhur rreth vetes si Alibaba me 40 hajdutët. Pra automatikisht duhet që qeveria të jap dorëheqjen.
që nga ky moment që flasim bashkë. Avokat, çfarë ka ndodhur me Spakun ditët e fundi që mori këtë vendim kaq të fuqishëm, se flitet që një amerikan është vërdall? Mos fol me nën kuptime me mua i dashur gazetar, sepse unë i them gjërat direkt, drejt, troç. Spaku mori urdhër, zotri mori urdhër. Nuk është sekret, edhe nuk kemi pse ta fshehim. Spaku mori urdhër nga Amerika që të bëj detyrën. Nuk mori urdhër të vras njerëz, mori urdhër që të kryej detyrën. Derisa ajo zëvendës kryeministria është e pandehur nga drejtësia, automatikisht duhet jepte dorëheqjen. Po këtu dorëheqja nuk njihet, sepse gangsterët dhe hajdutët që e mbajnë afër nuk e lëshojnë, sepse kriminalët që janë bashkë me të në qeveri nuk e lëshojnë. Prandaj Spaku duhet të vazhdojë akoma më tutje të arrestoj. Pa dhe që thonë këta ka kushtetut dhe ka imunitet e më thëtha. S'ka imunitet hajduti. Imunitet për hajdutët nuk ka. Zoti Islami, a mendoni që në vetvete target nuk është Balluku, po është vetë Rama, pra Spaku po kërkon të shkojë te Rama? Jo, janë të tërë bashkë, edhe ajo është target edhe Rama, po se me fjalë fare. Po ai do zboruja ka ai kur e ka vajtur në Brazil ai. Ai pret tani shikoj çfarë do ndodh këtu, se ka miliarda që ka vjedhur shqiptarëve, Sali Berisha. Prandaj bën kështu këta. Pse s'kemi protest nga opozita lidhur me këtë vendim të Spakut dhe të gjykatës posaçme, pra që protestohet kundër korrupsionit? Opozita duhet të protestojë kundër opozitës sipas fjalës tuaj, se s'po e kuptoj këtë pyetje unë. Kundër kujt do ku e ke opozitën një? Se opozit nuk ka. Opozita u shkri, mbaroi, ka përfunduar ajo punë. Pra kush do protestojë kundër kujt? Kush kundër kujt? Sali Berisha që duhet ishte këtu si gjasme për të justifikuar atë të qenët kryetari i opozitës, Sali Berisha ka marrë arratin dhe zor se kthehet. Prandaj Spaku, unë i bithire Spaku të thelloj veprimin, zbatimin e ligjit dhe të arrestoj Belinda Ballukun 1 orë më parë. 1 orë më parë. Avokat, në parashikimet e tua dhe në çfarë ju mendoni, a besoni që brenda dhjetorit do ketë të zgjedhje të reja? Zgjedhje të reja nga këto forca politike nuk do ketë, nuk do bëhen. Zgjedhjet e reja do bëhen mbasi të marrë pushtetin qeveria teknike, të cilën e presëm në datën 28 nëntor të marrë zyra. Me 28 nëntor do ketë qeveri teknike? Është e ngritur qeveria teknike, jo do ketë, është qeveria teknike. Thjesht presim të marrë zyra, të marrë pushtetin, të nxjerrë për jashta me shkelma, mendimin e popullit, nga zyrat i nxjerrë për jashta këta hajdut, këta fllëqësira që po qeverisin, këta pisa, këta plera, këta nuk gjen fjalë që tu thuash, që po vjenin ditë për ditë dhe vazhdojnë të rinë pushtet. Ç'është ky hata me shqiptarët? Çfarë ka gjetur shqiptarët kështu që rinë bëjseir? A besoni që me kryeministin Rama është fundi i tranzicionit në Shqipëri dhe ka ardhur momenti për një epokë të re? Këtë e besoj dhe kjo do ndodh. Tranzicionin e kanë mbajtur deri tani tranzicion Bashkimi Sovjetik Evropian me LGBT-t e Brukselit dhe me LGBT-t që na drejtojnë neve këtu, na qeverisin. Pra kjo do ndodh. Kjo është e pashmangshme. Është e pashmangshme sepse ne kemi një fuqi botërore, super fuqinë botërore, që na ndihmon dhe na mbështet dhe do ta qërojmë këtë klasë politike nga pushteti dhe këta do shkojnë në koshin e plerave të historisë. Këta do mbahen mend si politikanët më të ndyrë që ka pasur ndonjëherë ky vend, që nga shpallja e pavarësisë deri më sot. Këta do shkojnë në burgje, ka mbaruar ajo punë, shpreh kostumi, si mbron dot më Evropa këta. Edhe kësaj zonjës kos që pa pik turpi, Turp TV,
doli dhe tha, janë bërë përparime, tha, ka ecur përpara me sloganet e 35 vjetëve Evropa që po na mban të pushtuar nga komunistët e Moskës. Këta do të qërohen dhe shpresoj që brenda muajit nëntor, pra deri më datën 28 këta të kenë dhënë dorëheqjen, sepse kanë rënë përfundimisht, se spaku nuk dorëzohet më, nuk e tërheq më atë që ka bërë, atë vendim që ka dhënë gjykata kundër korrupsionit. Dhe të thonë këta ka gjykatë kushtetuese. Ajo gjykata kushtetuese ka dhe njerëz që janë shqiptar atje. Ka dhe shqiptar atje. Domethënë ka dhe shqiptar. Dhe do jap vendime në interes të kombit dhe të popullit dhe të shtetit shqiptar. Dhe ajo zonja do shkojë në burg. Do ishte në nderin e tyre, po të kishte mbetur një pak cip, ti kishte mbetur këtij sharlatanit që po na qeveris, pak cip në fytyrë, të kishte sikur. Duhet që atë ta kishte pushuar me njëherë. Dhe të bënte të emëronte njëri tjetër me që ishte akoma në pushtet, ose të jepte dorëheqjen. Dhe shtatorë që ndonjëherë në kryeministrinë nuk kanë shtator debati, që shtator grushtash dhe shqelmash, që janë shtator që hëngrën njëri tjetrin dhe përfundimisht dolën sepse i bën në dyert të mbyllura ato pislëqet që bëjnë, siç i kanë bërë gjithnjë, dhe deshën që të shmangeshin syrit të publikut. Po atje ka shumë njerëz që i shërbejnë popullit shqiptar, që duan Shqipërinë dhe që i nxjerrin të vërtetat ashtu siç kanë ndodhur, ashtu siç janë. Pra, të mos mendojnë se u kanë mbetur sekret ato pislëqe dhe ato biseda që kanë bërë atje. Ajo e ka kapur keq Edi Ramën dhe sepse kanë vjedhur bashk, i kanë bërë të tëra pislëqet bashk. Kanë dhe Sali Berishën me vete, janë të tërë bashk dhe këta të tërë do shkojnë në burg, do shkojnë në koshin e plerave. Prandaj unë pres një orën parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndihmën direkte të ndihmojnë që qeveria teknike të marrë zyrat në datën 28 nëntor, që të jetë çlirimi i tretë i Shqipërisë, të jetë nëntori i tretë i Shqipërisë, dhe që do bëhet, jam i sigurt që do bëhet nëntori i tretë i Shqipërisë, sepse s'ka më vend, s'ka nga vend më. Dhe nuk do ketë më Evropë bashkuar, të jem të sigurt shqiptarët, nuk do ketë më Evropë të bashkuar. Evropa është shkatëruar përfundimisht. Vetëm mbaren tani sepse gënjejnë popujt që kanë përfaqësinë e tyre në Bashkimin Evropian. Kjo ndodh në Shqipëri. Prandaj nuk do ketë më komunist në pushtet, do iken nga pushteti, do marrë pushtetin qeveria teknike, nëndori që vjen është nëndori tret i Shqipërisë dhe për këtë kam besim dhe do ndodh, për këtë kam besim absolut që do ndodh. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Edhe unë të falenderoj ty për qesën.